Qetësia e pasdites në shtëpinë e Big Brother u thye në mënyrë të befë. Nuk ishte një debat i zakonshëm, as një përplasje e vogël nervash. Ishte ajo lloj përplasjeje që ndihet në ajër para se të shpërthej, ku banorët e ndjejnë se diçka po vjen dhe askush nuk di si ta ndal. Alba ishte ulur në njërin cep të divanit, me krahët e mbledhur dhe shikimin të përqendruar. Hygerta qëndronte përballë saj në këmbë, me trupin të tendosur dhe zërin që dridhej nga nervozizmi i mbledhur prej ditësh. Banorët e tjerë ishin shpërndar në heshtje, disa në divan, disa pranë murit, disa duke shtirur sikur nuk po dëgjonin, por të gjithë po dëgjonin. Hygerta e theu heshtjen pa paralajmërim, ti gjithmonë fshihesh. Nuk del kur ballë për ballë. Gjithmonë pas perdeve, pas heshtjes, pas skenave. Alba ngriti syt ngadalë. Zëri i saj ishte i qetë, por i ftohtë, nëse ke diçka për të thënë, thuaje drejt. Mos u rrotullo. Kjo fjali vetëm sa e ndezi më shumë Hygertën. Ajo bëri një hap përpara, unë po e them drejt. Ti sot afrohesh me njërin, nesër me një tjetër. Nuk ke qëndrueshmëri. Nuk ke një vit të qartë. Në dhomë u ndje një lëvizje e lehtë. Dikush kolliti, dikush ndryshoi pozicion. Alba u drejtua në divan, këto janë gjykime. Ti nuk e di asgjë për mua. Hygerta qeshi me ironi. E di mjaftueshëm për të parë çfarë po bën. Ti luan me situatat. Luajtja jote nuk është naive. Këtu, Alba ndryshoi ton, ti po më etiketon. Po më ul. Dhe kjo është problem. Hygerta nuk u tërhoq, jo. Unë po flas për sjellje. Për mënyrën si prezantohesh. Për mënyrën si kërkon vëmendje. Disa banor filluan të tundin kokën, disa me mosaprovim, disa me hutim. Një tension i trash u shtri në dhomë. Alba u ngrit në këmbë, ti po e kalon kufirin, tha ajo. Ti nuk ke të drejtë të më flasësh kështu. Hygerta i mbajti syt fiks tek ajo, kufiri kalohet kur dikush nuk di ku të ndalet. Dhe unë këtë po e shoh. Fjalët ranë. Një heshtje e gjatë pasoi. Ishte ajo heshtje që nuk qetëson, por shton presionin. Alba foli ngadalë, duke zgjedhur fjalët, ti mund të mendosh çfarë të duash. Por unë nuk jam këtu për të gjykuar nga ti. Hygerta ngriti supet, kur je në këtë shtëpi, gjithçka shihet. Dhe kur shihet, komentohet. Në atë moment ndërhyri një banor tjetër, duke tentuar ta ul temperaturën, hajde, po e teproni të dyja. Por ishte vonë. Debati kishte marrë jetë të vetën. Alba ju kthye sërish Hygertës, problemi yt është që ti mendon se e ke të drejtën morale mbi të tjerët. Hygerta reagoi menjëherë, jo. Problemi yt është që nuk pranon kritik. Banorët nisën të ndaheshin në qëndrime. Disa mendonin se Hygerta po thoshte atë që të tjerët nuk guxonin. Të tjerë mendonin se Alba po sulmohej padrejtësisht dhe po etiketohej në mënyrë të ulët. Alba e ndjeu këtë. Zëri i saj u forcua, ti po më redukton si njeri. Po më sheh vetëm nga një kënd. Hygerta i ktheu, sepse vetëm atë kënd po tregon. Këtu shpërtheu emocioni. Alba mori frym thellë, ti po e shndërron këtë debat në diçka personale dhe të ulët. Hygerta u përgjigj me ton të fortë, sepse është personale. Sjellja jote ndikon gjithë shtëpinë. Një tjetër banor ndërhyri, kjo po shkon shumë larg. Por askush nuk e ndali dot. Ishte një përplasje ku secila po mbronte jo vetëm veten, por edhe mënyrën si donte të shihej nga publiku. Alba bëri disa hapa prapa, ti mund të flasësh sa të duash. Unë nuk do të ndryshoj për ty. Hygerta u ndal për një moment, pastaj tha, dhe kjo është pikërisht arsyeja pse nuk reflektove asnjëherë. Në fund, Alba u kthye për t'u larguar, unë e di kush jam. Dhe nuk kam nevojë për leksione. Hygerta mbeti në vend, me shprehjen e një njeriu që mendon se ka thënë të vërtetën e vet, pavarësisht pasojave. Banorët u shpërndan ngadalë. Askush nuk fliste. Në shtëpi mbeti një ndjenjë e rëndë, një ndarje e padukshme mes banorëve. Ky debat nuk ishte thjesht një zëng. Ishte një moment ku gjykimi, identiteti dhe kufit personal u përplasën fort. Një debat që nuk u fitua nga askush, por që la plagë dhe pyetje të hapura. Në Big Brother, disa debate mbarojnë kur ndalet zëri. Ky jo. Ky vazhdoi të jetojë në heshtje, në shikime, në distanca, dhe në mënyrën si shtëpia nuk ishte më e njëjta pas asaj përplasjeje.